i portit të Durrësit në marinën më të madhe turistike të Europës ishte premtimi kryesor i fushatës elektorale të socialistëve në zgjedhjet e vitit 2021. Ndërsa kryeministri Edi Rama, i cili kandidoi edhe vetë në këtë qark, premtoi miliarda euro investime dhe mira vende pune. Edhe në historinë e rajonit tonë, i cili sipas fazave të dogjeve të zhvillimit, për ju që flisnin për njerëzit rreth këtij investimi, do ta impaktojë GDP-n e vendit 1.2 deri 1.8% çdo vit prodhimin e përgjithshëm kombëtar të Republikës Shqipërisë, ndërkohë që në një 10 vjeçar operimi do të jetë një motor ekonomik me një kontribut 8 miliard euro në prodhimin e përgjithshëm kombëtar, ndërkohë që do të ngrej pesh vlerën e Durrësit të gjithë Shqipërisë, vlerën e të gjitha hoteleve në Begdetin e Durrësit. Në fakt, pas këtij mega projekti, përfshiheshin interesat e biznesmenit nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Mohamed Al-Abar, i cili do të përfitonte 800.000 metra katror tokë të portit për të ndërtuar 1.3 milion metra katror rezidenca banimi e hotele dhe një port jahtesh me 280 vende. Projekti fillimisht u prezantua si investimi i kompanisë publike të Emirateve Arabe, Emaar Group. Por kur ligji i posaçëm, që i jepte të drejtën e marrjes së pronës së portit të Durrësit me vlerë 1 euro, u depozitua në kuvent, u kuptua që projekti do të ishte në pronësi të familjes së Mohamed Al-Abar dhe jo të grupit Emaar.